Gruaja si autore dhe gruaja në media ishte takimi zhvilluar të mërkurën në Teatrin Migjeni me gazetaren Kozeta Kurti në kuadrin e festivalit teatror Xhexhu Fest 2025. Përgjegjësi i teatrit Gjergj Palali tha se Kurti njihet si ndër ato që ka një kontribut prej shumë vitesh në mediat qendrore, ndaj përvoja e saj ja vlen që të bëhet objekt edhe i takimeve të tilla. Shumë i lumtur që në ditën e dytë të festivalit Xhexhu Fest kemi edhe këtë workshop, këtë konferencë që të gjithë së bashku kena me ba një bashkëbisedim mbi temën e gruas në media, gruaja si autore e gjithçka që lidhet edhe që do bëjmë gjithë së bashku në drejtimin e Kozeta Kurtit. Ndërsa Kurti, duke theksuar se ndihe privilegjuar për këtë ftesë në Shkodër, theksoi se vullneti dhe vendosshmëria për të ecur përpara janë shumë të rëndësishme në përballimin e sfidave të jetës. Të punosh në media nuk është punë komode, përkundrazi ka shumë vështirësi, por nuk janë të pakta gratë dhe vajzat që kanë dalë me sukses. Unë dua ta nis këtë diskutim me ju me një motiv shumë të qartë. Një ditë, sado që të lodhemi, sado që të përpiqemi, gjithë secili prej nesh do ta gjejë rrugën e vet. Unë e kuptoj që ndonjëherë është shumë demotivuese kur ne përballemi me mungesë meritokracie, kur përballemi me dyshimin se sa vlejmë, nuk jemi në garë me asnjërin dhe për këtë arsye nuk e dim se sa vlejmë, nëse takojmë dikën në rrugë i cili na thotë se ti Kozeta vlen kaq, sepse ai është dashamirës ndaj teje, dhe dikush tjetër që takon pak momente më vonë thotë ti vlen kaq, shkon në shtëpi me idenë e atij që të ka dhënë vlerën më të lartë sepse ajo të pëlqen ty të besosh. Kështu që në këto kushte unë e kuptoj që shpesh herë, duke filluar që nga bankat e shkollës, duke filluar që nga lufta që kemi me nepotizmin, shpesh herë mund ta gjejmë veten si dyshues dhe si njerëz të cilët nuk kemi mundësi të barabarta për të aftësuar, për të përballur me tregun e punës, për të dëgjuar dhe kështu me radhë. Ky takim u kthye në bashkëbisedim duke dëshmuar kështu se takimet e tilla janë me interes pasi trajtojnë problematika e sfida që nuk i përkasin një apo disa individëve, por përfshin komunitete e grupe të shumta interesi.